Më falni dashur shqiptar, jam përsëri live për arsye shumë importin për shqiptarët e mi barë kudo që ndodhen në Tiranë, në Shqipëri, jashtë dhe në Evropë. Dashur shqiptar, dy partit kërkojnë të bëjnë rrëmuj në Shqipëri. Dhe po fillojnë po përdor emrin tim. Po përdorën emrin e Partisë Shpresa Demokrate. Sikur ne, më datën 12 kërkojnë demonstrat të papar në histori të quajtur, e kanë vënë dhe emrin e ka Lëvizja për Bashkim. Ai zotnia është Aleksandër Dokër. Dashur shqiptar, mos dëgjoni komunistët. Komunistët duan të bëjnë rrëmuj në tokën e Shqipërisë, në emër të Partisë Shpresa Demokrate. Në faqen e tyre kanë vënë programin tonë. Në ndërmjet po e lajmërojmë dhe policinë. Ne nuk kemi dërmend të bëjmë demonstrat dhe as kemi dërmend të bëjmë, sepse ne e kemi bërë qeverinë teknike. Të dashur shqiptar kudo që jeni, kur i shihni në përfaqet në Facebook, asnjëherë nuk është emri tim, nuk ekziston, po ju e dini si ka arritur koha sot, vjen emrin tim qëllimisht që populli shqiptar të ngrihet. Të dashur shqiptar, mos mendoni, dy partit nuk kanë më kuvend dhe mendojnë dhe Berisha e ka përsëritur ka një javë që do bëjnë demonstrat madhështore, po përdorën emrin e Partisë Shpresa Demokrate me kufi natyror. Po e përsërit dashur shqiptar, është urgjent. Nuk është Partia Shpresa Demokrate që do bëjë demonstrat më 12 o më 10 o donjëherë. Po janë këlyshat e sërdve, janë këlyshat e komunistëve, janë që fshihen në emra të ndryshme, janë origjinale. Aleksandri është me familjen në Greqi. Pra janë njerëz që njihen dhe sot e kemi marrë vesh nga të gjithë që këta përdor emrin tim. Po ashtu dhe drejtoresha e Partisë Shpresa Demokrate ka vizituar me personin që ka Lëvizja për Bashkimin Kombëtar dhe ka thënë mos përdor emrin ton absolutisht në asnjë vend. Po ashtu ka vizituar dhe shoferi tim, ai e dinte që ishte demonstrat, edhe shoferi tim i ka bërë përsëri telefon të atij të zotit Aleksandrit dhe ai nuk e hapi telefon. Për arsye i ka bërë, me qenë se shoferi tim është nga ana e Mirditës, ai deshti thoshte realitetin. Pra e një por të lajmëroj, Aleksandër, që je me një emër Lëvizja për Bashkimin Kombëtar, në asnjë mënyrë të mos përdorësh emrin e Partisë Shpresa Demokrate. Në asnjë mënyrë hiqje urgjentisht, se ke vënë programin ton komplet në përfaqet tuaja. Ne na lajmëruan mbrëm në orën 12 të natës. E kanë marrë vesh dhe kanë bërë klikime mbi 100.000 dhe ty. Nuk jemi ne të dashur shqiptar. Këto janë agjencitë sërbe, agjencitë greke, qëllimisht që të dëmtojnë kombin shqiptar që të përdorin emrin ton. Sepse si Berisha, Edi Rama, edhe ky Aleksandri, që është bashkë me këta në Lëvizje për Bashkimin Kombëtar, këta duan si mendojnë të bëjnë rrëmuj, të bëjnë demonstrat, këtyre nuk vete absolutisht asnjëri. Unë po lajmëroj dhe policinë të dëgjoj, në emër të Partisë Shpresa Demokrate, në emër të kombit ton, në emër të Bashkimit të Shqipërisë kufi natyrore, në asnjë mënyrë mos i lejoni këta që duan të bëjnë rrëmuj Shqipërinë. Sepse u erdhi koha e fundit, janë duke vdekur dhe nuk kuven, sepse sytë e tyre janë zënë nga milioneri që janë bërë nga para tuaj dashur shqiptar. Pensioni tuaj ka kaluar në spionazh, pensioni tuaj ka kaluar në ish oficerë që janë shpërndarë në Amerikë, që janë shpërndarë në Evropë, që janë shpërndarë kanë bërë partira në Tiranë. Këta njerëz janë anti-shqiptar, këta njerëz janë qëllimisht që të dëmtohet kombi shqiptar që është i lodhur. Qëllimisht
mendojnë që të djegën, mendojnë tamam si Edi Rama që ka filluar të shkatrojë shtëpitë e shqiptarëve. Të dashur shqiptarë, që ndroni të qetë, në asnjë mënyrë mos dëgjoni shushunjat dhe anti-shqiptarët. Këta janë anti-shqiptarë, po mbulohen gjoja me mbiemër të mirë, po ne e dim si janë shqiptarë. Dhe ata që kanë qenë me mbiemër me emër, ata kanë qenë agentat e regjimit komunist Enver Hoxhës. Ne kemi emër dhe me mbiemër. Pra të dashur shqiptarë, mos dëgjoni se shton ata që kërkojnë të bëjnë rëmuj, kërkojnë të djegën Tiranën, kërkojnë të bëjnë rëmuj. Pra këto janë dy partit që po i organizojnë këto në mënyrë që të mlidhen shqiptarë. E njëherë të dashur shqiptarë, Partia Shpresa Demokrate, e kufijve natyror, Partia e Shpresës, po flasë në emër të partisë, të kryetarit të partisë që quhem Pëllumb Gani Pilinçi. Po flasë në emër të misionit tim të rëndësishëm ndërkombëtar dhe kombëtar. Po flasë në emrin tim, tamam si kryeministër i qeverisë teknike që kemi krijuar, që shumë shpejt do kalojmë në zyrat për t'i shërbërë kombit tonë. Në asnjë mënyrë kanë vënë në Facebook, po vënë çdo ditë, po përdorin emrin tonë, nuk është realiteti. Çdo njeri që ju dëgjoni na lajmëroni që ne urgjent me anën e Facebookut u ambyllëm brenda 5 minute. Të dashur shqiptarë dhe njerë, më falni që u shqetësova për së dyti, po e njerë po them, emrin tim, si Pëllumb Pilinçi, që ka dale pak kohë parë si kur mua donin më vrisni, s'është e vërtet. Si kur mua më kanë helmuar, nuk është e vërtet. Të gjitha këto janë mashtrime, duan të përdorë emrin tim për të ngritur popullin shqiptar. E njëherë, natë e mirë të dashur shqiptar, të më falni që dola për së dyti, por asmi vend, asmi Facebook nuk e ka emrin Pilinçi. Vetëm e ka mi vend Pëllumb Pilinçi që janë mbi 5.000 antarë. Pra të dashur shqiptarë, asnjëherë mos besoni se që thonë, natën e mirë, rini të qetë, mos kini frikë nga bishtat e kalit, nga mizat e kalit, nga anti-shqiptarët, nga shqiptar folësit, sepse këta me ndihmën, me parat tuaja, këta bëjnë çmos, mbledhen njerëz për të bërë revolt. Jo, s'ka me bërë revolt. Ka vetëm arrestime. Do të arrestojnë të gjitha kudo që ti je në Greqi. Unë ne do t'i sjellëm këtu në tokën shqiptare, që janë pasuruar duke bërë spionllëk. Si në kohën e Enverit, moshin që kanë i di mirë. Si në kohën e Enverit, kanë qenë spiona që kanë futur djemt dhe familjet patriote në përburgje. Natë e mirë dashur shqiptar, ky ishte njoftimi tim, serios, zyrtar. Natë e mirë, miru pafshim të hënë.